630 nxënës të klasave të nënta në jurisdiksionin e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Korç Pustec kanë zhvilluar sot provimin e matematikës, provimin e dytë në kuadër të provimeve kombëtare të arsimit bazë. Provimi nisi në orën 10 dhe zgjati për 2 orë 30 minuta. Pas daljes nga provimi, nxënësit u shprehën se teza kishte një nivel mesatar vështirësie dhe përfshinte ushtrime e koncepte të trajtuara gjatë viteve të shkollimit. Kishte pyetje të cilat ishin pak të komplikuara, kishte edhe pyetje që ishin shumë të lehta. Të gjithë nxënësit që kishin mësuar ose që dinin matematika mund ta bënin, mund ta zgjidhin me shumë lehtësi. Ishte pak i lodhshëm, si të gjitha provimet, por jo shumë i vështirë. Ishin pyetje që kishit punuar gjatë viteve? Kishte pyetje që kishin punuar, kishte pyetje që kishin qenë me përpara në libra, pyetje të cilat vetëm ti mësoje mund t'i zgjidhje me shumë lehtësi, nuk ishin të vështira. Provimi ishte një nivelin mesatar që mund të bëhet nga të gjithë nxënësit, sigurisht që kishte pak lodhje dhe vështirësi si të gjitha provimet e tjera. Përfshinte pyetje nga të gjitha njohuritë që ne kemi marrë brenda këtyre viteve shkollore. Ishte një variacion pyetjesh ku për të gjitha nivelet. Ti vetë si dole? Për vetën time ndihem se kam dalë shumë mirë dhe mendoj se do të marr rezultatin më të mirë. Kishte pyetje nga të gjitha nivelet dhe mund të realizojnë nga të gjithë nxënësit. Vështirësia nuk mund të them se ishte shumë e madhe, por që të lodhte pak provimi dhe besoj se koha ishte e mjaftueshme 2 orë gjysmë për ta realizuar. Ishin ushtrime që i kishit punuar, i kishit përsëritur në mësuesit? Po, ishin ushtrime që i kishin punuar, mund të kishte ushtrime që nga klasa e 6 që mund të kemi punuar dhe deri në klasën e 9 dhe ishte shumë i thjeshtë për mendimin tim. Provimet kombëtare të lirimit do të vijojnë me provimin e gjuhës së huaj më 30 qershor, duke përmbyllur kështu procesin e vlerësimit për nxënësit e klasave të nënta.